Eventi më i rëndësishëm për fëmijë mbylli edicionin e tij të 63 në një spektakël muzike që zgjati 3 net radhazi. Shqipëria do të përfaqësohet në Eurovision Junior nga Kroni Pula me këngën Fruta dhe Perime. Kënga fituese e çmimit të parë është Fruta Perime. Fituesja e festivalit mbar kombëtar është shprehur se këtë këngë ja dedikon gjyshit të saj. Po sigurisht, mendova që s'do fitoja, do isha çmimi i dytë, por tashi që e bëra këngën, ndiem shumë mirë, edhe jam shumë kënaqur. Unë ja dedikoj gjyshit tim që ka ikur në qiell tani, edhe e dua shumë. Surprizë e mbrëmjes ishte padyshim soprano Inva Mula. Për të rikthimin në festivalin ku rrit është nder dhe emocioni veçantë. Ndjem e vogël, mbi të gjitha, ndjem e vogël më kthehen kujtimet më të bukura të jetës sime. Ky festival më ka rritur, ky festival më mësoi skenën, më mësoi emocionin, më mësoi të konkuroja dhe janë bresa të pashlyera. Sot vërtet unë ndjeva shumë emocionuar se kam vite që nuk kam ardhur. Madje do thoja që është era parë që jam e ftuar do thoja në zhuri të këtij festivali dhe në momentin që mu bë kjo ftesë vrapova për të ardhur, për arsye se Shkodrën e kam në zemër, këtë festival e kam në zemër, edhe unë ndjeva shumë mirë. Ky festival kishte një konkurim brenda për brenda shumë do thoja me një nivel shumë të lartë. Edhe kënga që fitoi ishte këngë e cila u pranua nga të gjithë. Ishte një këngë dhe kjo është shumë e bukur që kënga për Eurovision është një këngë fituese, një këngë që ka kaluar në filtrat e do thuaj të publikut të zhurisë. Dhe vajza që e këndoi Kroi ishte e mrekullueshme. Unë i uroj vetëm suksese dhe uroj suksese festivalit kombëtar Shkodrës, i cili do prodhoj tashmë këngën për Eurovision. Këngët fëminore morën vëmendjen e muzikantit Robert Radoja. Njëherë unë jam i kënaqur që jam prapë në Shkodër. E dyta festivali ishte shumë i bukur. Ishte rujt cilësia e këngës për fëmijë sipas traditës dhe mbi të gjitha entuziazmi i fëmijëve dhe këngëtarët ishin të lavdërueshëm. Është vlerë e shtume dhe vetë pjesëmarrja e këngës fituese në Junior Fest, por sigurisht që ky festival ka pas gjithmonë vlera dhe asnjëherë nuk i humb këto vlera. Që është një grup i madh pune, por grupin punën më të madhe në këtë pjesë, sigurisht që e bën kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia me mësuesit e saj, sepse vlen përmendet dhe të falenderoj përzemërsisht prindërit që na kanë mbështetur, sepse janë 2 muaj intensiv, se festivali fillon përgatitje shumë herët. Kjo është besoj sfida më e madhe e festivalit, që në tërë këtë përvojë gjatë, në këtë vit të 63-in për ti, mos na bin me gitarë në kokë si fillim. Pastaj ne të përpiqemi të bëjmë një festival që rritet, po që ngelet gjithmonë i vogël, i ri, edhe që i përshtatet kërkesave që fëmijët kanë. Unë mendoj që festivali duhet bëhet institucion, edhe kur them unë e kam fjalën këtu në emër gjithë stafit edhe organizatorëve. Fatmirësisht mendoj që ndoshta përpara i gjithë vendit festivali e ka kaluar atë tranzicionin e tij të vështirë të njëherë fillim viteve 90 e pastaj edhe në mesin e viteve 2000. Në 2 netët e para garuan 29 pjesëmarrës të kategorive të vegjëlit dhe junior. Mes të vegjëlve, çmimi i parë shkoi për Maria Kalajën dhe këngën Ja çfarë bëri bubi im, çmimi i dytë për Drini Drishtin me këngën Dua dhe çmimi i tretë për Ajden Ballën me Do Lejleku akullore. Nga më të rriturit, fituesja e çmimit të dytë ishte Ea Zoga me këngën Mirësi, ndërsa çmimi i tretë shkoi për Prishila Pukën me këngën Si një fishek zjarr.